Horoskopi, 3 janar 2026, dashi, sot ndodh hëna e plot dhe prioritetet e tua mund të ndryshojnë papritur. Vëmendja tërhiqet drejt shtëpisë, familjes dhe planeve personale. Një ngjarje mund të kërkojë menjëherë për kushtimin tënd, duke lënë punën në plan të dytë. Traditat, aktivitetet e njohura dhe nostalgjia marrin rëndësi, por shmang presionin ndaj familjarëve ose njerëzve të afërt që të mendojnë njësoj si ti është më mirë t'i ftosh me qetësi të rikujtoni të kaluarën, jo t'i detyrosh. Kjo hënë e plot sjell një moment qartësie lidhur me sigurinë emocionale, familjen dhe mënyrën si po e menaxhon jetën personale. Emocionet janë më të forta se zakonisht, por njëkohësisht dalin në dritë çështje që kanë qenë të fshehura ose të shtypura, duke hapur rrugën për përmirësime të rëndësishme. Sot është një ditë e favorshme për të gjetur mënyra të reja për t'u argëtuar apo edhe për të zhvilluar ide biznesi. Një qasje e freskët dhe ndryshe do të mbajë të motivuar dhe aktiv. Demi, hëna e plot që ndodh herët sot nxjerr në sipërfaqe emocione të forta, disa prej të cilave mund të mos i kishe pranuar më parë. Dita mund të jetë e ngarkuar dhe disi kaotike, por njëkohësisht është një periudhë zbulimi të brendshëm. Ndjenjat që janë grumbulluar me kohë tani kërkojnë vëmendje dhe pranim. Njerëzit mund të kërkojnë për biseda, këshilla ose përgjigje, gjë që të vendos në qendër të komunikimit. Kjo hënë e plot sjell lëvizje, lajme ose ndërgjegjësim të rëndësishëm lidhur me çështje studimi, dokumentesh ligjore apo udhëtimesh. Mbajtja e një orari të hapur është e domosdoshme, pasi mund të shfaqen afate të papritura. Angazhime urgjente ose detyra që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Megjithatë, shmang presionin për të marrë vendime të shpejta ose për të folur para kohe për një çështje që ende nuk është e qartë. Sot reagon më ndryshe se zakonisht. Dëshirat e tua mund të jenë të pazakonta dhe ke nevojë për diçka jashtë rutinës së përditshme. Ky ndryshim i vogël në qasje ose mendësi mund të të ndihmojë të çlirosh tensionin dhe të shohësh situatat nga një këndvështrim më i freskët dhe më i dobishëm. Binjakët, hëna e plot e sotme ndriçon sektorin e vlerave personale, burimeve dhe financave. Një çështje ekonomike mund të dalë në pa, ose vëmendja përqendrohet te ndarja e parave, mbështetja që jep apo merr, si edhe te ajo që vlerëson realisht në jetë. Si çdo hënë e plot, mund të sjellë emocione të forta dhe pak rëmuj, por në thelb synon të sjellë më shumë qartësi dhe stabilitet në fusha të rëndësishme. Mund të jepet mundësia të zgjidhësh një problem financiar ose një situatë që lidhet me pasuritë personale apo një marrëdhënie të afërt. Njëkohësisht, kjo është një periudhë ndërgjegjësimi. Kupton se duhet të kujdesesh më mirë për veten dhe burimet e tua. Qoftë përmes ngjarjeve konkrete apo një momenti të fortë reflektimi, është kohë shumë e mirë për të analizuar shpenzimet dhe për të dalluar çfarë është e tepërt apo e panevojshme. Dita mund të ketë një ndjenjë shqetësimi të brendshëm dhe luhatje humori, duke të kujtuar se dëshirat dhe emocionet janë kalimtare. Sa më shumë fleksibilitet dhe vetkontroll të tregosh, aq më lehtë do ta menaxhosh këtë energji. Gaforja, hëna e plot ndodh sot në shenjën tënde dhe kjo sjell një valë të fortë emocionesh. Mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht, por edhe më i dukshëm për të tjerët, sepse gjendja jote emocionale tërheq vëmendje. Dita është e mbushur me lëvizje dhe reagime, sidomos në marrëdhënie. Një çështje sentimentale ose personale mund të arrijë kulmin dhe zbulimet që bën tani të trazojnë, por edhe të zgjojnë nga brenda. Mund të përjetosh një moment të fortë qartësie, një ndërgjegjësim të papritur që duket i ri, por në të vërtetë lidhet me diçka që e ke shmangur ose shtypur për një kohë të gjallë. Ndjenjat që ke anashkaluar tani dalin në sipërfaqe. Të njohësh zemrën tënde është forcë, edhe nëse ende nuk e di saktësisht çfarë hapi të marrësh më pas, mos e detyro veten të marrësh vendime të menjëhershme. Lejo kohën të bëjë punën e saj dhe situatat të zhvillohen natyrshëm. Me kalimin e ditës mund të ndjesh nevojë për më shumë emocion, qoftë nga partneri apo nga jeta shoqërore. Në disa raste, surprizat vijnë nga të tjerët.
Një devijim i vogël nga rutina është i dobishëm për të mbajtur gjallërinë, por veprime të mëdha dhe vendime drastike është më mirë të shtyhen për më vonë. Luani, hëna e plotë dhe sotme të kujton qartë se ke nevojë për më shumë kohë për veten, sidomos nëse javët e fundit ke qenë i mbingarkuar. Emocionet thellohen dhe lidhja me ndjenjat e tua të brendshme bëhet më e fortë. Ajo që ke shtypur ose ke anashkaluar del në sipërfaqe, dhe kjo është një hap i domosdoshëm për shërim dhe qartësi. Mund të ndjesh papritur nevojën të tërhiqesh, të qëndrosh vetëm, të pushosh dhe të reflektosh. Një sekret mund të zbulohet, ose një çështje pune apo shëndeti mund të arrijë në një pikë vendimtare. Për momentin mund të jetë e vështirë të dallosh ndjenjat e tua nga ato të tjerëve, ndaj distanca emocionale dhe hapësira personale janë të nevojshme. Sot mund të kuptosh se ke mbështetje nga prapaskena ose nga një burim i papritur. Edhe nëse nuk e shfrytëzon, është e rëndësishme ta dish që nuk je vetëm. Elementet surprizë gjatë ditës mund të mbajnë vigjilent. Në varësi të gjendjes shpirtërore, ato mund të çojnë drejt ideve krijuese ose të bezdisin. Në çdo rast, një ndryshim i vogël në ritëm është i domosdoshëm. Më mirë ta pranosh vetë këtë nevojë, sesa të presësh që rrethanat ta imponojnë. Virgjëresha, sot emocionet intensifikohen, pasi hëna e plotë ndriçon sektorin e miqve, grupeve, dëshirave dhe shpresave të tua. Kjo mund të jetë një ditë e shënuar nga një gjest humanitar, një ndërgjegjësim i papritur për ndjenjat që ke ndaj dikujt, ose ringjallja e interesit për një projekt që e kishe lënë pezull. Mund të ndihesh më i kërkuar se zakonisht, i rrethuar nga njerëz ose i përfshirë në aktivitete shoqërore. Kjo hënë e plot ka natyrë krijuese dhe të frymëzon të japësh maksimumin, sidomos nëse merr mbështetje ose inkurajim nga një mik. Një ide, dëshirë apo ëndër mund të marrë formë më të qartë tani. Në planin emocional dhe krijues, ndihesh më i rifreskuar, veçanërisht fal ndikimit të tjerëve. Megjithatë, thellë brenda vetes, mund të kuptosh se një pjesë e jotja kërkon ndryshim ritmi, diçka të re që të nxjerrë nga rutina dhe të rikthejë entuziazmin. Peshorja, hëna e plot ndodh sot në sektorin e karrierës, reputacionit dhe imazhit publik. Një projekt mund të arrijë kulmin, një çështje profesionale merr dritë të re dhe emocionet dalin hapur. Mund të gjendesh në një pozicion ku duhet të tregosh anën tënde më të përgjegjshme dhe profesionale, madje edhe të dalësh në qendër të vëmendjes ose të marrësh rol drejtues. Kjo hënë e plot mund të sjellë edhe një zbulim të rëndësishëm lidhur me drejtimin e karrierës, rrugën e jetës ose barën e përgjegjësive që mban. Nëse ke neglizhuar detyrime ndaj botës së jashtme, tani do të rikujtohen qartë. Rrethanat e ditës të shtyn të reflektosh mbi ekuilibrin mes jetës personale dhe asaj profesionale. Është moment i duhur për të pyetur veten nëse ajo që po bën vërtet përputhet me dëshirat e zemrës. Gjatë ditës mund të ketë ndryshime planesh, sidomos në lidhje me familjen ose shtëpinë. Pavarësia e të tjerëve fillimisht mund të çorientojë, por njëkohësisht të nxit të zbulosh aktivitete që i bën mirë edhe vetëm, pa pasur nevojë për miratimin apo praninë e askujt tjetër. Akrepi, hëna e plot dhe sotme sjell një ngarkesë të fortë emocionale dhe krijon kushtet për të zbuluar ndjenjat e tua të vërteta ose për të arritur në një pikë kthese të rëndësishme. Ajo aktivizon boshtin mendor të hartës tënde, ndaj komunikimi, projektet, informacioni dhe lajmet marrin peshë të veçantë. Biseda, mesazhe ose vendime intelektuale mund të ndikojnë drejt për drejt gjendjen tënde emocionale. Njëkohësisht, kjo hënë e plot zgjon nevojën për përvoja që të freskojnë shpirtin dhe të afrojnë më shumë me atë që dëshiron vërtet. Një ide që e ke punuar prej kohësh mund të fillojë të marrë formë konkrete. Për momentin, emocionet peshojnë më shumë se arsyeja. Dhe kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Është kohë e mirë për të pranuar ndjenjat që ke shtypur ose mohuar. Megjithatë, kjo energji ka tendencë t'i zmadhojë çështjet. Nëse ndihesh i pasigurt për atë që dëgjon ose lexon, është e mençur të tërhiqesh pak dhe të shohësh situatën nga një këndvështrim më i gjerë. Atmosfera e ditës është e mbushur me surpriza, ndaj fleksibiliteti dhe qetësia do të jenë aleatët e tu më të mirë.
Shigjetari, hëna e plotë e sotme kërkon introspeksion dhe ndalesë të vetëdijshme. Ajo nxjerr në sipërfaqe emocione të forta dhe mund të sjellë një zbulim të rëndësishëm për nevojën që ke për dikë ose për mbështetje, qoftë emocionale, morale apo financiare. Balanca e fuqisë në një marrëdhënie, borxhet, të ardhurat e partnerit ose burimet të përbashkëta bëhen tema qendrore dhe ngarkohen emocionalisht. Është një periudhë ku dëshira për të çliruar nga një barë bëhet e fortë. Kjo është një kohë me sy hapur, ku qartësia, edhe nëse është e vështirë, të shërben. Mund të ndjesh nevojën të mbështetesh të dikush ose të kërkosh ndihmë. Gjë që zakonisht nuk e bën lehtë. Një moment ndriçimi mund të ndodhë në lidhje me një marrëdhënie intime ose mund të dalin në pa çështje besimi. Është e rëndësishme të analizosh ndjenjat që dalin sot në sipërfaqe, por vendimet e mëdha është më mirë t'i shtysh për më vonë. Me kalimin e ditës nuk do të kesh shumë durim për orare të rrepta apo rregulla tradicionale, megjithatë do të jesh i përqendruar në përmbushjen e detyrave të përditshme. Zgjidhjet që gjen për problemet praktike mund të jenë jo të zakonshme, por mjaft efektive. Britsjapi, hëna e plotë e sotme ndodh në shenjën tënde të kundërt dhe mund të sjellë në sipërfaqe informacion ose ndjenja që deri tani kanë qenë të fshehura. Kjo mund të shfaqet si një zbulim i papritur ose një moment qartësie të rëndësishëm. Diçka personale mund të dalë në dritë duke të bërë të vësh re nevojën për të përqendruar tek një marrëdhënie e rëndësishme ose tek të tjerët në përgjithësi. Ditët e fundit fokusin e ke pasur te vetja, por tani vëmendja zhvendoset drejt bashkëpunimit ose kujdesit ndaj të tjerëve. Do të ndjesh kontakt me ndjenjat e tua, por mund të mos jetë e qartë menjëherë se çfarë hapash të marrësh. Mos ushtro presion mbi veten, lejo që gjërat të rrjedhin natyrshëm. Ndryshimet e mundshme në planet e ditës mund të nxisin ide dhe qasje të reja, edhe pse fillimisht mund të shkaktojnë pak bezdi. Megjithatë, kjo është një ditë e mirë për të ndjekur intuitën dhe për të zbuluar mënyra të reja veprimi dhe mendimi. Ujori, hëna e plotë e sotme të motivon të përqendrohesh te puna dhe shëndeti, ndoshta pas një momenti frustrimi ose një ndërgjegjësimi të papritur. Kjo energji emocionale mund të përdoret për të sjellë ndryshime pozitive në jetën tënde. Është një kohë e mirë për të dëgjuar zërin e brendshëm që të kujton të kujdesesh më mirë për veten. Nëse ke lënë pas dore punën, rutinat ose shëndetin, tani është momenti për t'u rikthyer në rrugën e duhur. Njohja papritur e nevojave të tua mund të trazoj jetën për një periudhë të shkurtër, por kjo ndodh vetëm nëse ja lejon vetes. Përmirësimi i ekuilibrit zakonisht kërkon kohë dhe durim, kështu që mos ngut. Sot mund të bësh zbulime të këndshme ose të përjetosh devijime interesante nëse ruan një mendje dhe orar të hapur. Mund të ndjesh dëshirën për të larguar ritmin e zakonshëm, për të ndryshuar stilin e jetës dhe për të provuar diçka krejt të re. Peshqit, hëna e plotë e sotme mund të nxjerrë në sipërfaqe zbulime personale ose një ndërgjegjësim të ri, kryesisht lidhur me dashurinë, qëllimet personale, miqësitë ose krijimtarinë. Mund të bëhesh më i vetëdijshëm për ndjenjat që ke ndaj dikujt dhe të ndjesh një dëshirë të fortë për të krijuar, për të shprehur dhe për të ndarë mendimet e tua. Është një periudhë e fuqishme për të festuar, për të krijuar dhe për të komunikuar ndjenjat e tua. Gjithashtu, njerëzit rreth teje mund të kalojnë ndryshime të rëndësishme dhe të kenë nevojë për më shumë vëmendje, ose një projekt krijues mund të nisë ose të arrijë kulmin. Qëllimi sot është të shijosh emocionet dhe të argëtohesh me to, duke mos marrë vendime të mëdha menjëherë. Ndryshimet e vogla dhe të mençura janë ato që mund të sjellin stabilitet dhe kënaqësi në këtë moment.